Me thonë vetëm nuk besoj që do të kenë ndonjë ndryshim, vetëm nëse koalicioni që ka fituar më shumë të vota ka ndryshuar qendrim, ka ndryshuar kandidatin, përndryshe vendimet e Partisë Demokratike nuk ndryshojnë, kandidati e propozuar nuk do të kalojë. Apo ka ndonjë bisedim të paktën për të kaluar nga ky ngërsh pas sa? Me sa unë kam informata nuk ka kur bisedimi, kur fare iniciative nga ata që do të bënin këtë. Ka edhe një pyetje e cila nuk lidhet me kuvendit, e kemi parë që Serbia ka lëshuar dhe arrest për një zyrtar të policisë Kosovës. Si e konsideroni këtë pas një ngjarje që ndodhi në veri të Kosovës, me qenë se keni qenë drejtori i policisë Kosovës? Po shka me prit për një shtet jarmet. Përveç se gjëra tilla, mendoj që policia e Kosovës do ta kryejë punën që ata e kanë mandat dhe mos brengosen fort se çka bën Serbia. Serbia është një shtet jo miqësor ndaj Kosovës, është një shtet armiqësor dhe ne duhet të bëjmë maksimumin që kudo në Kosovë të ketë rënd dhe gjallë tjetër. Apo kontaktuan deputetët e PDK-s për t'i bindur në çfarë do lloj forme që të japin votën pro propozimeve të vetëvendosjes? Nuk kam informatë tillë, mua s'm ka të askush dhe s'mund të më takoj në lidhje me kandidatën e propozuar. Po mos ishim përgjegjës se zot ishim to. Nuk marrim pjesë në votim për shkak të një veprimi kundër kushtetues dhe kundër rregullores së Kuvendit të Kosovës. Çështja e qeverisë për imponimin e një votimi të fshehtë është në kundërshtim edhe me qëndrimet që kemi si deputet dhe kjo është arsyeja pse nuk marrim pjesë. Ne në vazhdimsi jemi duke marrë pjesë në çdo iniciativë, edhe takimin të presidentja, edhe takimin të deputeti Albin Kurti dhe lideri i Lëvizjes Vendosje. Dhe kushdo që me iniciativë do të jemi prezent, do të bëjmë përpjekje që të deblokojmë këtë situatë, mirë po asnjëherë nuk do bëjmë një veprim që është kundërshtim me Kushteturin e Kosovës. Pra, dhe sot nuk merrni pjesë në votim. Nëse do të tentohet formimi i këtij komisioni. Absolutisht jo.